këmbë në shtirë. Shumë mirë nga vlogu I kaluar, thjesht më bllokohen pak hundët, por çdo gjë është okay. Nuk jam më së murë shqyr zotit se e sforcoja shumë vetëm për të bërë gjërat që doja. Sot është e shtunë edhe mbasdite jam në punë. Nga vlogu I kaluar, më falni, kisha bërë një gabim që kisha shkruar titullin në puna që kam nisur edhe nuk I kisha folur për punën. Faktikisht te vlogu kisha folur, po kur e kam edituar e kam prerë sepse u zgjat shumë si video, do dilte diku te 35 minuta dhe thash po mundohem ta shkurtoj sa më shumë sepse mos ju lodhe dhe juve dhe t'ju mbaj aty gjithë kohës. Atëherë po ua them edhe një herë sado që e shpjegova dhe në Instagram, po e them edhe një herë për gocat që nuk kanë Instagram. Momentalisht jam duke bërë këto dy punë. E para që është kryesorja e gjitha kjo këtu që shikoni me kanalin YouTube-in, Instagramin, me çdo bashkëpunim që shikoni, me videot, sepse mbas çdo video e paguhem këtu në YouTube, që do të thot content creator, social media manager që I bëj të gjitha vetë për jetët e mia sociale. Të gjithë e kam kuptuar që kjo është një punë e mirëfillt, kjo për arsyen sepse të merr shumë kohë dhe këtë kohë që të merr shpërblehesh dhe fiton të ardhura. Kështu që natyrisht që është një punë e domosdoshme dhe e mirëfillt, sepse nëse unë nuk postoj video në YouTube, unë nuk marr të ardhura. Nëse unë nuk jam content, nuk jap content në Instagram dhe nuk jam aktive aty gjatë gjithë kohës, mund ta themi kështu në mënyrë pak followersit nuk të ndjekin më sepse nuk kanë më çfarë shohin aty te ty dhe bashkëpunimet nuk vinë më te ty, gjë që do të thotë që duhet të jesh aktive që të gjitha këto të vinë bashkë me aktivitetin tënd aty. Dhe puna e dytë që kam nisur në prezencë këtu në Gjermani është ndihmëse në një restorant italian, në një kuzhinë italiane që bëjnë kryesisht pasta dhe pica. Ndihmoj aty në kuzhinë, shërbej gjëra të tilla sa herë që ata kanë nevojë, unë jam aty për çdo ndihmë që ata kanë nevojë, të mbush tasat me mozzarella për shembull, të laj ndonjë pjatë, të pastroj tavolinat. Këto janë gjërat kryesore që unë bëj në përditshmërinë time aty, edhe e di qa nga qefi aty që shikoj gjëra shumë të mira për të ngrënë. Kam filluar dhe po mësoj të gatuaj për pasta dhe pica. Shiko, picat I kam bërë edhe vet. Kam pas raste që picat e mia për shembull që e bëj vet edhe mësoj edhe dorë. Më pëlqen shumë, është hera e parë që kam pas ka shumë fat në punë në fakt, nuk duhet ta marr veten time mësysh, ama në zot, as ju mos më merrni të lutem, që janë italian edhe ndihem shumë e vlerësuar, shumë e vlerësuar në gjatë punës. Janë shumë pa presion, nuk jam në stres, nxitoja shpejt, duhet bër këtë, jo. Kur shkoja ditën e parë aty, nxitoja stres, çdo gjë dhe më thanë, "Hey Paula", e një fakt tjetër, se ka një temë po kaloj në një temë tjetër, pronari im e ka emrin Paolo, edhe unë e kam emrin Paula. Kur I flasin atij kthem kokën dy, kur më flasin dhe mua kthem po prap kokën të dy, jemi kështu domethënë, por që është shumë zotëri I mirë, është burr zotëri I mirë, është diku te 60-70 vjeç, është aty edhe nuk duket fare, edhe ka një ambicje nuk e di shumë të madhe, po jap shumë si reklam atij zotëris, po vërtet mua më pëlqen dhe më frymëzojnë shumë njerëzit që janë me frymën e biznesit, me frymën e njerëzimit, edhe të pozitivitetit, edhe kur thash që po nxitoja kështu më thoshte, "Hey Paula, langsam, mos kip fare probleme të gjitha, ne flasim aty gjermanisht." Por ka raste që flasin ata italisht, sepse aty shumë nisa vinë italian, edhe I kuptoj shumë mirë, edhe ndonjëherë kur ai harron që unë duhet të më flas gjermanisht, edhe ma kthen italisht, edhe unë pastaj ja kthej në një fjalë në italisht, se e di çka kam bërë italisht, po thjesht e kam harruar, se ju kam thënë këtë shumë herë, që unë dhe gjuhët e huaja nuk kemi mirë fort bashkë me njëri tjetrin, nuk I kemi qef këto. Për shembull, tani që kam filluar jam futur me kokë gjermanishte që mund të them që e di shumë mirë gjermanishten, e di shumë mirë dhe e ndjej vetes, sidomos tani te puna që e praktikoj shumë,
Anglishtja ime jo se na lëshënden, e kuptoj shumë mirë, po kur më duhet të flas anglisht, 3 fjalë i kam anglisht dhe 7 i kam gjermanisht. Lava pak 2 botanijet e mia të holla që mbulojmë tani, që t'u japim një aromë të mirë, se nuk ka ndjesim më të bukur kur vim pas pune, bën dush, çarçaf të pastër, batanie me aromë. Nuk e di, unë vdes. Unë jam një person që unë dëshiroj të rri në shtëpi. E dua shtëpinë ta kem shumë vend paqeje. Nuk e di, thjesht tani në këtë kohë që edhe jam rritur, se po ju flas këtu ulur, tani që jam rritur dua shumë të investoj te shtëpia, që të blej dhe ta bëj vendin sa më të ngrohtë, që të ndihem sa më mirë. Edhe më vjen pak kështu se e di, do me thënë që nuk është se është kjo shtëpia që unë mund të investoj, por të paktën me kaq sa mundem dhomën time e kam bërë të tillë. Edhe mezi po presua kam thënë këtë, që të kem shtëpinë time ku do kaloj shumicën e jetës edhe t'i organizoj gjërat ashtu siç unë dua. Nuk e di nëse e keni tharse në shtëpinë tuaj, po ne kjo tharse na ka shpëtuar jetën. Përveç se për shkakun kur janë rrobat me aromë, mban aromën, nuk e di, e mban gjithë aromën që ja hedh e mban, po edhe i mbledh të gjitha pushat, plurat që kanë rrobat, edhe kam kuptuar edhe te shtëpia që nuk bëhet më në plur siç bëhesh në fillim. Shikoni pak, më janë rritur flokët, nuk e besoj dot. Në jetën time nuk e kam pas ndonjëherë të gjatë dhe tani që po rriten edhe janë goxha dhe të shëndetshme. Okej, jam shumë e lumtur, edhe mundohem që mos të përdor nxehtësira gjëra dhe tani kam lënë që të thahen kështu vetë natyrisht, kur i shtri normalisht bëhen akoma edhe më të gjatë, por nuk do t'i shtri. Isha vendosur një vezë për të zjerë, dhe jo vezë do si do, po vezë nga fshati në Shqipëri, edhe nuk e di qa vezë është hamne këtu në Gjermani, po si këto vezët që më ka nisur mami janë Shikoni pak se qa më ka nisur mami tjetër, më ka nisur kekun e trileqes të bërë gati, do të thënë është i pjekur e të gjitha, më ka nisur edhe kremin e karamelit, një hulala dhe qa tjetër më kishte nisur. Duhet të blej edhe qumshin këtej më tha, edhe të bëjmë trileqe, imagjinoni pak, thjesht e kam shtyr, që t'ishte edhe Armando në shtëpi, që mos ta bëja gjatë javës si s'është Armando, edhe kemi të frigoriferin plot dhe të ham mirë ato që t'i heqim, edhe të mund të fus trileqen, pastaj se po u bë me qumësht edhe me këto, nuk mund ta lëm jashtë. Të preferuara, unboxing time! Kësaj radhe nga Samjol, është një faqe e huaj, një biznes i huaj, që më kontaktoi për bashkëpunim me disa rroba banje. E di që do thoni ende nuk ka ardhur vera, është shumë shpejt, por unë hyra tek profili i tyre edhe pash që kishte gjëra shumë të bukura, kështu që thash, nuk duhet ta humbas. Janë 5 palë rroba banje, po ju tregoj në fillim këtë fletën që nëse ju pëlqen ndonjë nga rrobat e banjës, ti merrni kodet këtu. Kam eksploruar në fakt edhe me ngjyrat, edhe me modelet kësaj radhe, sepse ka modele që nuk i kam pas ndonjëherë dhe nuk e di se si do më rri në trup. Megjithatë, do t'i hapim mirë dhe t'i shikojmë mirë materialet më nga afër së bashku dhe pastaj të provoj vetëm pjesën e sipërme se nuk do ekspozohemi kaq shumë. Të parat që do t'tregoj janë këto blut këtu dhe detaji i bukur është me formën e zemrës tek pjesa para dhe vjen kështu dhe nga pjesa pas materiali vjen ky që është si me shkëlqim, ka edhe pjesën e kupave brenda, në mënyrë që mos të duket asnjë gjë keq. Kjo pjesa e poshtme. Këto janë thuajse klasike, por e bukur e këtyre është që vijnë me këto fjongot këtu, tepër cute. Për mua ngjyra kafe në verë është shumë e bukur kur merr edhe ngjyrë çokollate, edhe ka vijnë të gjitha me etiketat e veta të firmës, masat, gjithashtu edhe pjesa tjetër. Dhe këto po prap vinë me kupat e tyre. Unë i kam marrë në fakt të gjitha masa më, uroj shumë që të më rinë mirë. Kjo është pjesa e poshtme, që vinë po prap me këto si fjongot. Jem e sinqert, këto dhe
Edhe këto dhe ato të parat i kam pak prerjen goxha të ngushtë dhe unë nuk ndihem shumë rehat me këto në plazh. Por që gjithsesi do t'i shoh, do t'i provoj nëse më pëlqen diçka ose jo, dhe nëse nuk më pëlqen do pjes në një kushurat nëse i pëlqejnë, nëse jo do t'i nxjerr në Vinted. Edhe kjo është tepër e bukur, është një body në fakt, edhe shikoni pak vjen me këtë pjesën metalike këtu të yllit, të detit, ngjan tepër bukur. Un kam edhe një varse dhe vath të këtij yllit që në fakt i kam bler tek Temu. Shumë e bukur, vjen si me shkëlqim, nuk e di si t'ua shpjegoj këtë materialin, ka si xixa, edhe më duket pak e madhe, ose ndoshta kur ta provoj në trup, do ta shoh se si do ri. Jeni gati për të preferuarat e mia? Janë këtu, shikojeni pak detajet, sa të bukura, me kuadrata, me këtë pjesën e trantellës sipër. I dashuroj. Janë tepër cute, tepër girl, tepër shumë vajzërore dhe për mua janë nga më të bukurat që kam porositur në këtë haul. Edhe pjesa e poshtme vjen goxha normale. Edhe janë shumë të bukura, nuk e di për juve ju pëlqejnë apo jo, por për mua janë shumë të bukura. Mezi po pres t'i vesh në fakt. Kam filluar që tani që po ndëroj për pushimet e verës, sado që nuk kemi asgjë konkrete, po një 2 vende i kemi kështu se ku duam të shkojmë. Sado që unë këtë vit isha mos të shkojmë fare me pushime, se kam shumë shpenzime në verë, por që gjithsesi i dashuri më ngushëlloi me faktin ne tha nuk jemi pleq që mos të bëjmë pushime. Për çfarë jemi të rinj, të punojmë, të mbledhim lek dhe të shkojmë me pushime. Thash, ke të drejtë. Të fundit, po jo më pak të rëndësishme dhe të bukura, janë këtu me këtë ngjyrën blu në silver, nuk di si ta shpjegoj. Ka këtu një guask të vogël, shikoni pak tepër cute, dhe vjen me këtë modelin e tillë që duket sikur çik si mbrapsht. Por që janë tepër të bukura edhe këto dhe pjesa pas që lidhet këtu. Po, lidhet në këtë mënyrë, ngushtohet dhe ta shohim se si do na rinë në trup. Edhe këto e kanë pjesën e poshtme shumë normale. Shumë të bukura, nuk e di, kjo ngjyra njërë është tepër e bukur dhe këto do jenë disa rroba banje që janë goxha të veçanta, edhe që nuk është se ua shikon të gjithëve, tani që ka dalë edhe kjo pjesa e Temu, Shein që bëjnë dërgesa kudo në Shqipëri, janë bërë thuajse të gjithë njësoj dhe për ne gocat e dim shumë mirë se sa e rëndësishme është që të kemi atë veçantin ton, stilin ton, që na dallon disi nga të tjerët. Dhe po, le t'i provojmë pjesët e sipërme dhe t'i shikojmë se sa bukur në rrin. Sado që në verë kur jemi të nxira ngjajmë shumë herë më bukur. Plus duhet të dobësojmë dhe një 2-3 kg. Fillim, javësat më të mbar të gjithëve. Ora 10:11, në orën 11 duhet jem në punë, kështu që shifemi pas orës 2. Që më shikoni kështu të kuqe nga fytyra, se unë gjithmonë sa herë bëj dush, nga që bëj dushin me ujë për vëlim, edhe gjithmonë bëjmë kështu e kuqe nga fytyra. Të nis të bëj skincare-in tim pas dushit, edhe pastaj do ju tregoj edhe se çfarë blerjesh bëra direkt pas pune, sepse dola një xhiro. Dje që ishte e diel, në fakt nuk kam filmuar, prandaj dhe sot ju urova një javë sa më të mbar, sepse është e hënë dhe klipet e fundit kanë qenë nga e shtuna. Jo se të dielën e mora ditë pushimi, do doja shumë të merja ditë pushimi, por isha në punë, sepse ju kam thënë tani që e dini programin e punës time. Po përdor këtë tonerin që kam ca kohë që kam marrë te Tiki Max,
që është për të balancuar fytyrën, kujdeset për poret, qetëson aknet, është goxha hidratuese dhe unë e përdor në këtë mënyrë, nuk e di nëse e përdor sakt, gjithmonë pas pastrimit, e vendos në një të tillë, në një pambuk dhe më pas aplikoj në fytyrë. Nuk e di nëse e përdor sakt, të ma thoni, është një linjë koreane, është kjo këtu, dhe e kam pas përdor këto javët e fundit, sepse kisha marrë dhe nuk e kisha përdor, nga që fillova skincare-in nga Glow Skinny. Sot duhet të nxjerrim edhe disa veshje në Vinted, dhe këtë do ta bëjmë së bashku, sepse dua t'ju tregoj edhe juve procesin, duke qenë se më kishin shkruar disa goca nga videoja e kaluar, që do donit shumë që ta shikonit edhe të mësonit. Unë ja kam marrë pak dorës tani, sepse kam kuptuar goxha mirë se si funksionon, kështu që perfekt, ta bëjmë bashkë të gjë. Edhe më motivoni për këtë se të ishte për mua ato rrobat që kam nxjerr aty, që duhet t'i postoj në Vinted, kush e di kur do t'i postoja, sepse vije lodhur nga puna, edhe nuk kam nerva pastaj të merrem me ato. Hidratuesi. Kam dashur shumë të flisja për këtë punën që kam nisur tani, sepse do të thoja që tani ka nisur një rutinë e re, dhe unë jam nga ai tipi dhe nga ai personi që unë e dashuroj të kem një rutinë, të kem kohën time të planifikuar. Dhe që kur kam ardhur në Gjermani edhe deri tani nuk kam pasur asnjëherë një rutinë fikse, që të kem qenë dhe e kënaqur edhe të gjitha, dhe tani ka nisur një rutinë prapë e re që po përpiqem prapë ta ambientohem me këtë rutinën. Për mua në kokën time tani e diela është e mërkur, sepse atë ditë kam pushim edhe ndryshoj komplet e gjithë rrjedha. Edhe sa të mësohem tani më merr pak shumë energji, sepse dua që të filmoj vlog, dua Instagramin kurse si mos ta lë, dua që të kaloj kohë dhe me shoqërinë që kam këtu, edhe me familjen, edhe të gjitha. E mira e kësaj punës është sepse pronari më lejon që të marr pushime nëse unë dua, dhe thjesht mund ta lajmëroj atë edhe kaq. Edhe e dini çat, jo jap edhe një lajm shumë të bukur që do nisem për në Shqipëri javës tjetër, do iki të hënën dhe do vi të mërkurën. Nuk e di si bie 2 ditë, mund ta themi kështu. Do iki se në datën 1 prill ka i dashur ditëlindjen, 31 dhe në 2 kthehem, edhe thash do marr 2 ditë leje, duke qenë se po bëj goxha tani që nuk po shkoj në Shqipëri, po vjen gati 2 muaj mos e ka kaluar? Jo, nuk ka kaluar, po bëjmë gati 2 muaj që unë nuk kam qenë në Shqipëri, edhe i bie do shkoj të hënën në darkë, mbas dite kështu, tër datën 1 do jem me të dashurin tim, dhe në datën 2 duhet të shkoj diku nga dreka në aeroport. Mezi po pres të shkoj, edhe ja kam bler edhe dhuratën, po nuk do t'rregoj te ky vlogu, te tjetri, se mos ta zbulojmë akoma. E di është shumë pak ditë, por prap, e rëndësishme është që do takohemi edhe do kalojmë ditëlindjen bashkë. Kur je larg familjes, gjithmonë ditët e festave ndihen shumë, edhe prandaj dua që të shkoj. Rutina e re, siç po ju thoja, nga që nuk kam ambjituar akoma, edhe më merr goxha energji nga dita ime, sepse herë kam paradite dhe herë kam pasdite. Herë duhet t'i rregulloj gjërat, t'i kem në ditë të tjera, duhet t'i përshpejtoj ose duhet t'i vonoj që të ndodhin, dhe ndonjëherë nuk arrit dot t'i bëj të gjitha gjërat nga koha. Dhe keqja e të pasurit punën paradite, siç e kisha sot për shembull, bën që mos të filmoj shumë vlog me ditë. Dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme, që vloget i filmoj gjithmonë ditën, nëse keni vënë shumë pak skena ekzistojnë natën tek vlogjet e mia, sepse dalin dhe del gjëja më e pastër, më e bukur. Dhe ka raste që vi shumë e lodhur nga puna, edhe do detyrohem që thjesht të bëj dush edhe të shqetësohem pak, po nuk ka kohë për shqetësim, se pastaj e rrësohet edhe i bie që ta lë vlogun gjysmë. Edhe kjo mund të jetë vetëm një gjë që nuk po më pëlqen tani tek rutina ime, por të jem e sinqert, ndodh çdo gjë me përshtatjen. Kam kuptuar që gjërat që kam thënë që ndoshta nuk doja dal, ndoshta nuk do i bëj, është thjesht çështje kohe sa të përshtatemi. Kështu që edhe unë tani sa të mësohem me rutinën, sa ti kap çik gjërat në kohë, do jem pak kështu si e lodhur, jo në humor, por që megjithatë gjërat po shkojnë shumë mirë. Mund t'ju them edhe pak gjëra që
t'ju jap pak kështu si jo informacion, po t'ju jap diçka kështu që gjërat po shkojnë shumë mirë në lidhje me planet e mia për të ardhmen, edhe nëse do të thotë që un jam e lumtur dhe un jam duke buzëqeshur për këtë gjë, do të thotë që gjëra shumë të bukura do vinë. Sigurisht që çdo moment do t'i kalojmë bashkë në vlog, por të jem e sinqert dhe t'ju them të drejtën, dua që këtë moment të jetë nga ato pak momente që unë i mbaj për veten time dhe nuk ua tregoj edhe juve, sepse besoj në energjinë e keqe që na rrethon, edhe të jem e sinqert se nuk e di sa herë kam thënë këtë, ndihem shumë e lumtur për shumë gjëra të bukura që do vinë. Dje që ishte e diel, kam dalë vetëm që kam bler lule, se për mua lulet janë jetë në dhomën time, dhe duhet ta keni kuptuar që në çdo kënd të dhomës time ka lule. Kjo është lulja që kam bler me rrogën e parë të YouTube-it. Dhe këtu ka po prap lule, që në fakt kjo është natyrale, kurse kjo këtu që kam varur kështu është artificiale. Tani të ndaj pak hallë me ju, kam këto orkiden që po më thahet edhe nuk e di nga çfarë i ka ardhur gjithë kjo problemi, ose ndoshta mos e kam uitur shumë, ose mos ndoshta kjo e kashtës që mos i zë pak ajër, dritë, ndoshta të më shkruani në koment nëse merrni vesh ju më shumë se mua, por që po e kuptoj dhe nga gjethet që po zver dhe duket, domethënë. Këtu që e kam lënë tek dritarja, sikur mori një periudhë kohe për keq kjo, por që tani është goxha mirë. Ups, harrova dhe një lule tjetër që e kam lënë aty sipër. Edhe kjo është shumë e bukur. Këtë e ka bler mami kur ishte në Gjermani. Edhe këto po prap i bleva dje, shumë të bukura janë dhe i kam lënë këtu te komodina e krevatit. Kjo është orkidea tjetër e radhës që shikoni pak. Këtë kam pas të vogël fare që ma ka bler një shoqe këtu në Gjermani. Ka qenë shumë e vogël dhe kur erdhi mami e vendosëm këtu dhe shikoni pak, është rritur goxha, po mund ta kuptoni diku këtu që po i thahen disa rrënjë. Por që është goxha e shëndetshme kështu nga sipër, ka nxjerr gjethe të reja, edhe nuk e di tani pse ka ndodhur kjo. Mos ndoshta kam problemin të gjithë që unë mund t'u hedh ujë pak më shpesh se ç'duhet apo. Pastaj kjo këtu ka qenë lulja e parë që kemi bler në këtë shtëpinë. E kemi bler bashkë me Armandon, edhe unë i kam marrë dhe i kam zaptuar të gjitha te dhoma ime. E ndërkohë te dhomat e tjera, te kuzhina, domethënë te dhoma e Armandos, kam një lule natyrale në kuzhinë dhe te dhoma e Armandos dhe në tualet i kam artificiale. Sa ndryshon njeriu, domethënë kur kam qenë më e vogël, unë dhe lulet nuk kemi pas fare marrëdhënie kaq të mira, kurse tani për mua të ketë dhoma lule do të thotë shumë, ndihem shumë ngrohtë, nuk di si t'ua shpjegoj si ndjesi. Më pëlqejnë tepër. Bëjmë një haul tani. Unë nisa për pak edhe përfundova, ka marrë shumë gjëra, por që e rëndësishme janë të gjitha që janë gjëra që më duhen, nuk është se kam marrë diçka që nuk më duhet. Shikoni domethënë ku kam arritur, blej gjëra vetëm që më duhen, gjëra që nuk më duhen nuk blej. Jo si kur kam qenë më përpara që kam qenë fëmijë. Hajde Paula, se kur i rritur shumë tani. Isha shumë kohë që kërkoja një asid salicilik edhe gjeta këtë kremin tek Tiki Max dhe është edhe për fytyra akneike, gjë që i përshtatet shumë mirë lëkurës time. Tani, se sa do t'i përshtatet me tipologjinë e lëkurës edhe se sa mirë do më qëndroj në fytyre të gjitha, do t'a provoj dhe do t'ua them. E mora këtë për vetëm 4,99 € tek Tiki Max. Kurse tek Kik mora këtë setin travel size që më duhet për të udhëtuar, se i kam disa produkte që janë mbi 100 ml, plus edhe kremin hidratues që kam diku, jo diku, po është 100 ml fix, më zë shumë vend, kur shumë mirë mund të marrë thjesht këtë të voglën këtu. Edhe shikojni pak, kishte edhe ngjyrë roz, po mora këto se më duken pak më kështu. Edhe e kam marrë për vetëm 1,99 €, shumë lirë, shumë lirë këto. Janë si silikon që nga shumë të bukura, edhe të mira, kur e hedh për shembull kështu çik, edhe mund të hedhësh dhe shampo për shembull, se zakonisht kur shkojmë në për udhëtime 1 ditore, 2 ditore, marr gjithmonë me vete shampo nga shtëpia. Marr ato travel size, po pse mos i vendosim këtu, edhe ngjajnë shumë edhe estetik, edhe nuk më zën edhe shumë vend. Se biletën për në Shqipëri e kemi prerë pa valixhe, vetëm me çantë shpine. Tani t'ju tregoj se çfarë kam marrë tek Tiki Max. Kisha shumë kohë që ishte bërë virale edhe kisha parë këtë pink stuff,
dhe nuk e kisha bler asnjëherë, kështu që e mora për ta provuar, edhe ishte edhe në ofertë vetëm 2 euro te Tedi dhe thash, okay, le ta provojmë. Për tek tavolina kur ham buk, kam marrë 2 të tilla, unë këto i përdor shumë, jo vetëm për të ngrënë buk, po edhe siç mund ta shikoni këtu, që i kam kështu për zbukurim, edhe një nga këto kushtonte 2,55 €, edhe janë kështu në formën e kashtës. Më pëlqejnë shumë këto në fakt, si për dekor, edhe kur i vendos tek tavolina. Ngjan më bukur kur është tavolina e bardhë, po gjithsesi ne këtu e kemi pak në ngjyrë druri, gjëra të tilla, po unë shpesh ha dhe drekën ose darkën në dhomë, kështu që tavolinën në dhomë e kam të bardhë, edhe ngjan më aesthetik. Shikoni pak se sa të bukur e kam marrë këtë tasin, nuk e di kujt ja kam parë tjetër, Ersit më duket. Nuk e mbaj mend, një gocë në YouTube ja kam parë, është ky tasi që vjen me këto pikat kështu nga jashtë dhe brenda vjen i tillë dhe kushtoi vetëm 3 euro tek Tedi. Më pëlqeu tepër. Këtu mund të hash edhe supën, po mund të bësh edhe kosin. Nuk e di, mund të përdoret për shumë gjëra, se është goxha i madh dhe i thellë, nuk është i vogël. Por që dekorin këto e ka super të bukura. Kam marrë kështu, gjithmonë më ndodh kjo. Edhe kapsja që kam lënë aty te lulja, prandaj e kam lënë se i është thyer një e tillë. Edhe shumë keq, 1 euro kjo. Ka qenë e thyer. Nëse vazhdojmë. Lidhëse për flokun. 1 euro edhe këto. Arsyeja për të cilën shkova tek Tedi ishin këto qeset me vakum që janë shumë të mira, sepse ti vendos rrobat brenda, i thith këtu me fshesën e korrendit, edhe mblidhen dhe nuk të zën vend. Dhe tani që do heq rrobat e dimrit, kështu e mendova, ti vendos në këto dhe më pas ti çoj tek depoja brenda. Te depoja brenda kemi edhe një dollap të madh, kështu që i vendosim atje dhe nuk është se ka rrezik për të marrë plur apo ndonjë gjë tjetër, të çajet qesja për shembull, edhe po u ça do jem brenda në dollap, por do zon më pak vend. Edhe kishin dalë në ofertë ishin nga 1 euro. I kam marrë në madhësi të ndryshme, këto ishin të vogla fare. Këto i mora me idenë për tani që do ikin në Shqipëri për t'i vendosur të çanta e shpinës, ta provoj sa pak vend gona zë kur të vendos rrobat. Edhe 3 të tjera i kam marrë në madhësinë 60 me 80. Unë mora një herë, e provova në shtëpi edhe më pëlqeu, prandaj shkova prapë edhe mora 5 copë të tjera. Do i zgjedhim fustanet nga Rihoas. Momenti për të nxjerrë veshjet në Vinted dhe këtë gjë do ta bëjmë së bashku për t'ua treguar edhe juve. Do mundohem të jem sa më shkurt, sa më pastër, sa më qartë. Unë kam zgjedhur që fotot i reklamoj përpara një muri të bardhë dhe kam këtë varsën që në fakt e kam për të varur çantat tek mia, por i kam hequr çantat dhe kam varur bluzën me një varse rrobash dhe do t'i bëj fotot tani me telefon. Gjithmonë çoj foton e parë që është përpara veshjes, pastaj vendos një foto të etiketës ku duket qartë që është një produkt nga HM-ja, masa L dhe këto të dhënat e tjera dhe më pas vendos bluzën nga ana e pasme. Po të jetë akoma më mirë do ishte që edhe ta vishnim edhe ta tregonim edhe se si ngjan veshur. Përpara se të shkoj te programi, gjithmonë bëj përshkrimin, unë i postoj në gjermanisht, ju mund t'i postoni në italisht apo në greqisht, varet nga vendi, nga shteti ku ju jetoni dhe unë i vendos kështu në fillim në notes për t'i pasur më kollaj dhe më pas futemi te programi i Vinted që është ky këtu. Pjesa këtu ku lexon sell, upload photos dhe vendosim fotot e para, e dyta, e treta. Tek titulli do vendosim titullin që kemi zgjedhur. Për shembull, unë kam shkruar këtu Garfield HM sweatshirt fast vinoja. Dhe te këtu do vendosim përshkrimin e produktit, cilësia, çfarë mase është, a është e re, a është e përdorur, a është me etiket, gjëra të tilla, kategori, të del këtu vet pak a shumë se çfarë kategorie është që nga përshkrimi që ti ke bër, po për shembull vendosim këtë të parën. Vendosim këtë, brendi, edhe brendi zakonisht del vetja siç doli këtu HM. Duke qenë se e kemi shkruar tek përshkrimi dhe titulli dhe disa gjëra i kap
vetë programi. Te size do vendosim lën. Këto është për të vendosur centimetra, sa e gjatë, sa e gjerë është. Në fakt që ka bërë update i ri, unë nuk e kam bërë ndonjëherë këtë, tani po shkoj për herë të parë, po thjesht po e lë. Kjo këtu është për të vendosur se si është produkti, është i ri me etiket, është i ri pa etiket, është në gjendje shumë të mirë por e përdorur dhe ka gjëra pak të vogla që duket sikur është e përdorur normalisht. Unë po e bëj very good sepse nuk është në gjendje shumë wow. Edhe këtu dalin të ngjyrat vet, për shembull gray dhe orange. Vendosim done. Te price, materialin edhe këtë nëse do e bën, nëse do nuk e bën, unë nuk e kam bërë ndonjëherë. Tek pjesa e price, zakonisht tu të dalin sugjerime që thotë për shembull vintet, do me thënë këto bluza sugjerojnë të dalin për shembull ja kjo këtu i nxjerr me nga 2 euro, 2.5 euro, 3 euro. Pastaj ti ja vendos çmimin vetë. Mira është që ti marrësh parasysh këto çmimet në mënyrë që ta kuptosh se si është tregu i vintet. Për shembull unë këtë bluzën do ta nxjerr 3 euro. E bëj dan, del këtu 3 euro. Parcel size është pjesa e paketës, small, medium. Mendoj ta vendos këtu tek medium, se duke qenë se është bluzë me mëngë të gjata dhe mund të zë goxha vend, dhe më pas e bën upload. Dhe për pjesën e postës dhe çdo gjë tjetër, më pas i llogaritet vet personit kur blen produktin nga Vinted. Nuk është kaq mbaron ti dhe më pas do ju tregoj se si funksionon kur dikush e blen veshjen tënde. Në moment që ty të ndodh një shitje, se nuk mund të hap biseda tani se janë të dhënat private të çdo klienti, në moment që ty të ndodh një shitje, ty të vjen nga programi dhe të thot sold, që do të thot është shitur ky produkt. Ti futesh te biseda që të vjen njoftimi, se të vjen vetë njoftimi, nuk është nevoja të bësh ti gjëra shumë të ndërlikuara, të del biseda aty para, e klikon dhe të thot që ti jep mundësinë për të printuar ose për ta bërë në mënyrë digjitale me QR code për të nxjerr atë etiketën të themi që vendoset tek pjesa e kutisë postare. Unë në disa raste ma kanë nxjerr me 2 opsionet dhe gjithmonë e kam bërë nga me QR code që shkoj atje tek posta dhe i them përshëndetje, kam për të dërguar këtë pakon dhe kjo është, e skanojnë ata dhe i ngjisin vetë fletën. Kurse në disa raste të tjera më ka ndodhur që duhet ta printoja se s'bën. Nuk e di pse, por ndodhi tillë. Kam printer në shtëpi, po dhe nëse nuk keni printer në shtëpi, keni besoj dikun nuk ka vend, do me thënë që nuk ka një fotokopje afër, e fotokopjon, e pret atë në varësi se sa është kutia, si të themi, e ngjit aty, e paketon pakon mirë, pakoja mjafton të jetë e paketuar mirë, mos të hapet gjatë rrugës, edhe mundohuni për shembull që kur keni pako kartoni ta vendosni produktin ose veshjen brenda edhe me një qese tjetër. Kjo vjen për arsye sepse mund të bie shi dhe postieri mund ta lë jashtë edhe prishen të gjitha, kurse kur është edhe me qese brenda edhe me kartonin jashtë është disi më e mbrojtur. Kështu funksionon. Më pas në moment që postohet kjo posta, si dërgohet kjo posta, aty të vjen balanca tek Vinted. Te pjesa e balancës, nëse do e mban balancën aty, pra pjesën e pagesës aty dhe bën blerje të tjera, nëse do e lidh direkt me bankën tënde dhe i dërgon të dhënat lekët, tek banka jote dhe kështu voilà, funksionon shumë thjesht. Kam postuar këtë story në Instagram ku ju bëj një pyetje. Nëse do kishit disa gjëra bazë në vendin tuaj, do zgjidhni të largoheshit prej tij dhe për ju që jetoni jashtë do ktheheshit nëse do i kishit ato gjërat bazë, ku për gjëra bazë, flasim për shtëpi tuaja, një rrogë të mirë, shoqëri të mirë, njerëzit e zemrës, të familjes afër, edhe shikoni pak se si janë me përqindje deri tani. Më të shumtët kanë votuar që nëse do i kisha, do kthehesha. Dhe ndërkohë pastaj vendin e dytë e zë mundësia e parë dhe të largohesha nga vendi im. Të më shkruani dhe ju poshtë në koment se kush është përgjigjja juaj për këto pyetjet, nëse nuk ma keni dhënë në Instagram. Dhe kështu i ka ardhur fundi edhe këtij vlogu. Uroj shumë të jeni kënaqur dhe t'ju ketë pëlqyer. Nëse keni arritur deri në këtë pikë të videos, mos harroni të komentoni këtë emoji këtu që unë ta kuptoj kush më shikon videon me vëmendje. Për çdo pyetje tjetër që keni, mos harroni të ma lini poshtë në koment ose në inbox
inboxin tim në Instagramin tim dhe ne do shihemi në videon e radhës. Paqim! Juhu, goca, shikoni pak. Sa po u ble bluza që postuam së bashku. E voilà, pakoja është gati, e kam paketuar, e kam gjitur mirë dhe kjo është edhe QR kodi që do t'ja them postierit dhe më pas do t'a ngjisin këtu sipër. Dhe diçka tjetër e rëndësishme që duhet t'ja them është sepse kur ju vjen kjo QR kodi, aty poshtë lexon edhe posta në të cilën do ta çoni që ka zgjedhur për shembull personi që e ka bler. Dhe më pas ju futeni në Google Maps dhe kërkoni aty postën për shembull GLS Paket Shop. Edhe aty të del ku është Paket Shopi më i afër dhe më pas e çon atje edhe mbarove punë, kaq ishte. Tani ka për vërteti. Paqim!